Me këtë qumshin e freskët lopës do bëjmë byrek me qumësh dhe vezë me petë të gatshme. Shikoni pak se sa i mirë del ky byreku dhe mbesoni çfarë shije ka kur e bën me qumësh të freskët. Është krokant nga jashtë, i butë nga brenda dhe petët ndahen shumë kollaj. Ju ftoj ta shikoni videon deri në fund për të parë recetën e plot. Do filloj me vezët. Bëjni punët një nga një, jo si puna ime se deshe dogja qumshin. Do të marrim 5 kokra vezë dhe do t'i thyejmë një nga një në një tavë, pastaj do t'i hedhim pak krip dhe do t'i përziejmë bashkë. Do të shtojmë qumshin pak nga pak dhe këtu nuk po nduroj, kisha frikë mos prija vezën nga që qumshi ishte i nxehtë, mirë po gjithçka doli mirë. Do të marrim këto petat e blera të gatshme, do t'i ngjyrim në qumësh dhe do t'i vendosim në një tepsi sipër njëra tjetrës. Kështu do të veprojmë derisa të kemi mbaruar të gjitha petat dhe në fund fare gjithë qumshi që na ka ngelur do t'ja hedhim sipër byrekut. Ftojmë pak gjallë, pak vaj ulliri dhe kemi gati në furn në 250 gradë për 20 minuta. Unë për veten time mora edhe një gotë qumësh të ngrohtë se nuk ka si ky qumshi këtu në Shqipëri. Ishte fantastik. Me qëra fjala shumë për ju që i shikoni videot e mia, i bëni like, i komentoni, por nuk më keni akoma follow. Pse nuk e shtypni butonin follow, ju lutem. Kjo ishte edhe receta ime për ju sot, uroj të ketë pëlqyer, byreku doli shumë i mirë, uroj ta provoni edhe ju, mos harroni të bëni like kësaj videos, shkruani në komente çfarë të gatuaj videon e radhës.